Livia zbulon detaje nga jeta e Eglit, çfarë po ndodh me ish-banoren e Big Brother. Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 4 Livia Brunga ka hapur një pyetësor në Instagram ku është përgjigjur disa prej pyetjeve më të shpeshta nga ndjekësit. Një nga pyetjet më të shpeshta që ajo mori kishte të bënte me Eglin dhe Livia nuk hezitoi të jap një përgjigje. Po jam në kontakt me Eglin, por nuk kam dëshirë të shes informacione deri kur vetë të vendos të dalë dhe të flas. Mund të shpreh vetëm që Eglin e kam zemër, çdo gjë që kemi ndërtuar brenda ishte reale, çdo gjë vazhdon siç ka filluar dhe i e dua shumë atë buzëqeshjen e saj, shkroi ajo. E pyetur për jetën e saj personale, Livia u tregua e rezervuar, duke theksuar se nuk dëshiron të ndaj detaje, por siguroi ndjekësit se është e lumtur. Nga jeta private sentimentale nuk kam qejf të ndaj gjë, por jam e lumtur, besoj mjafton, tha ajo. Një nga pyetjet që të roqi më shumë vëmendje ishte nëse Livia do të rikthehej në Big Brother VIP Albania, nëse do t'i jepej mundësia. Ajo u përgjigj me entuziazëm, duke shprehur dëshirën për të provuar sërish veten. Po, më kanë ngjitur një epitet që nuk qëndron as pak dhe kush e ka ndjekur me të vërtet Bigun ka pasur mundësinë të njohë intuitën time, mënyrën si i përballoja të gjitha dhe po, edhe zgjuarsinë time. Nuk kam luajtur, kam qenë e vërtet dhe nuk kam shitur dinjitetin si disa. Kjo vlen më shumë se çdo gjë, po edhe publiku e ka vlerësuar, e di mirë, u shpreh ajo. Livia përmendi dy emra të rëndësishëm nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, duke treguar se mungesa e tyre i ka lënë boshllëk. Më ka marrë malli për Rozanën dhe Laertin, tha ajo, duke lënë të kuptohet se raporti i saj me ta ka qenë i sinqert dhe i fortë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.